Realiteti i akuzave të rafidive, të shijave, si për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në përgjithësi, do të thënë kur ta analizosh, qëllimi është nënçmimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë nëse shihet se shoqëria më e afërt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhum, pastaj Uthmani, që ka qenë 2 herë dhëndër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra ja ka dhënë një vajzë, ajo ka vdekur, pastaj ja ka dhënë vajzën tjetër, që tregon se ka qenë shumë i dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kjo është shoqëria më e afërt. Pastaj ato në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gratë e tij kanë qenë si paraqesin rafidit, Allahu i mallkoft dhe i poshtroft. Domethënë i paraqesin se janë njerëz më të këqij, këta rrethina e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më të këqit, edhe në shoqëri, jashtë shtëpisë, edhe më të këqit në shtëpinë e tij. Atëherë kuptohet se nuk ka vlerë ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Kjo, domethënë, ja pastaj gjithashtu në lidhje me Kur'anin, po ashtu Kur'anin e ka mbledhur në një mushaf Abu Bekri. Pastaj e ka shumuar në shumë kopje Uthmani radhiyallahu anhum ajma'in. Pastaj është përhapur gjithashtu në përmes domethënë luftës dhe sakrificës së sahabeve, edhe në kohën e Muawiyes radhiyallahu anhu e kështu me radhë. Domethënë prandaj ky Kur'an nuk ka vlerë te rafidit. Edhe thonë se është i devijum, është i shtrembrum, edhe nuk ekziston Kurani i vërtet që i ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë nënçmim për dërguarin e Allahut, dyshim edhe nënçmim gjithashtu për librin e Allahut, edhe urrejtje gjithashtu për Mesjid al-Aqsa. Realiteti është se urrejnë sepse atë ka çliru Omeri radhiyallahu anhu. Dhe është një dokument që është i ruajtur, edhe ikhvancat shumë e përmendin, domethënë besatimi i Omerit, që i ka lejuar, më thënë, krishterët dhe jahudit që të mund të vazhdojnë të jetojnë Kuds edhe të jenë të lirë dhe më thënë disa rregulla që ka pasur aty, edhe në nënshkrues dëshmitar në këtë marrëveshje prej dëshmitarëve është edhe Muawiya ibn Abi Sufjan radhiyallahu anhum ajma'in. Do të thënë këta njerëz që e kanë çliru Kudsin janë armiqt më të mëdhenj të rafidive. Do të thënë ata shfaqin armiqësinë më të madhe ndaj tyre, ndaj Omerit, ndaj Muawiyes, edhe Muawiya e ka përparuar dhe e ka ndërtuar Kudsin e kështu me radhë. Prandaj për këtë shkak ata thonë El Mesjid al-Aqsa nuk është në Kuds, nuk është në tokë, është në qiellin e katërt. Do të thënë kurse kjo kemi përmendur këtë edhe më herët, mirë po është me rëndësi të përsëritet. Thonë kjo xhami që është në Kuds, ata thonë kjo ka qenë vetëm një kodër e plehrave. Do të thënë aty ku i kanë hedhur njerëzit plehrat, edhe aty kanë ndërtuar Omeri xhami. Do të thënë kjo është fjala e tyre, edhe prandaj do të thënë ky është realiteti. Do të thënë këta njerëz që e nënçmojnë dërgumin e Allahut dhe nënçmojnë librin e Allahut, do të thotë nuk kanë mbetur asgjë prej fesë Allahut. Çfarë dashurie do të kenë qoftë për Ka'ben, mos flasim domethënë për Kudsin, po as për Ka'ben, se ata thënë kur të vi Mehdiu, a dini cila është gjëja e parë që do ta bëj Mehdiu i tyre, që është fshehur. Thonë gjënë e parë do të shkojnë në Medinë, edhe do t'i hap varret e Abu Bekrit dhe Omerit, edhe do t'i nxjerr ata, edhe do t'i djeg. Pastaj do ta nxjerr Aishën radhiyallahu anha nga varri dhe do t'ja zbatoj domethënë dënimin me xheld, me rrahje. Pastaj do të shkojë në Ka'be, do ta prish Ka'ben, sepse këta pasuesit e Abu Bekrit domethënë e kanë ndërtuar. Edhe gjithashtu thonë do të gjykoj me ligjin e Allahut dhe të Davudit alayhis salam. Domethënë çfarë armiqësie ka mes tyre dhe jahudive, ku ata thonë se do ta ringjallin ligjin e Davudit alayhis salam, jo ligjin që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do ta prishin Ka'ben, do ta prishin Medinën, domethënë xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse për Mesjid al-Aqsa nuk kanë as edhe sot nuk shprehin ndonjë respekt. Domethënë mirë po, megjithatë këta ikhvancat doin t'i mashtrojnë muslimanët se shijat janë të vetmit që luftojnë
për çlirimin e Palestinës, ose për mbrojtjen e Kudsit, ose për çështjen e Islamit. Edhe është interesant se ka disa prej thirrësve të Ikhwanul Muslimin, do të thënë kjo që lidhet me temën tonë, lidhe me Aishën dhe Hafsën, që janë përmendur në këtë sure, radhiyallahu anhuma, nëse tregohen në thonjza objektiv, do të thënë tregohen drejt. Po, me të vërtet, shijat e shajnë Aishën edhe kjo është keq edhe kjo është kufër. Nuk thënë se ata janë qafira, po kjo është kufër. Se e shajnë Aishën. Edhe e lidhin sikur çështja e vetme që kemi kundërshtim me shijat është vetëm se e shajnë Aishën radhiyallahu anha. Kjo nuk është çështje e vogël, është e madhe, mirë por nuk është e vetmja. Se thash ata i luftojnë të gjitha bazat e kësaj feje. Do të thënë luftojnë librin e Allahut, pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe të gjitha vende, do të thënë çdo shenjtëri të Islamit, edhe Kaben, edhe xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe duan vetëm do të thënë ti hakmar, do të thënë është atë që përmenda për Mehdiun, çka thon ata, do thonë i ngre, do të thënë i nxjerr këta nga varret, edhe hakmerët se ja kanë marrë pushtetin Aliut radhiyallahu anhu. Do të thënë, kjo në realitet është edhe në çmim edhe për Aliun radhiyallahu anhu, edhe për Ahlul Bejt, edhe për gjithë. Do të thënë çdo gjë që ka prej Islamit, edhe kam thonë se aty, do të thënë, do të shfaqet ose do të vazhdojë, do të thënë, armiqësia dhe lufta jon me arabët. Do të thënë, këto në librat bazë të shijave, do të thënë tregohet se i kanë shkruajt njerëz jashtë Islamit. Do të thënë njeriu që thotë se do të rregullohet çështja kur të vi Mehdiu, kur do të gjykohet me ligjin e Davudit alayhis salam. Edhe ai që do t'i prish, do thotë këto të gjitha xhamitë e shenjta të Islamit, edhe që thotë se do të sjell tjetër Kur'an, do të thënë ai do ta sjell Kur'anin se ai e ka me vete Kur'anin, kurse ky që është në mesin e muslimanëve është Kur'an i falsifikuar, që ka falsifikuar Abu Bekri dhe Othmani radhiyallahu anhuma. Do të thënë këto janë fjalët e tyre. Atëherë kush ja ka shkruar këto libra, kush i ka përpilu këto besime të shijave? Do të thënë shihet se një njerëz që nuk ka qenë, jo që s'ka qenë prej muslimanëve, po as s'ka qenë prej arabëve gjithashtu. Do të thënë krejtësisht një fe tjetër e kanë sjell